Drejtuesit e automjeteve me aksidente të përsëritura, të rinjt pa përvojë dhe mjetet me motor të fuqishëm do të paguajnë më shumë për sigurimin e detyrueshëm, ndërkohë shoferët me historik të pastër, mjetet e reja dhe ato me fuqi të ulët motorike do të përfitojnë ulje në çmim. Sipas AMF-s, çmimi i sigurimit ndikohet nga faktorët si mosha e drejtuesit, përvoja në drejtim dhe qëllimi i përdorimit, si dhe qarku i regjistrimit. Qarqe si Dibra, Kuksi dhe Berati përfitojnë çmime më të ulta, ndërsa kompanitë e sigurimeve janë të detyruara të publikojnë koeficientët dhe shembujt e llogaritjes së tarifave. Qytetarët mund të përdorin për llogaritës online për të parë se sa do të paguajnë sipas mjetit dhe profilit të tyre. Këto ndryshime synojnë të rrisin transparencën dhe të ndëshkojnë sjelljen e rrezikshme në trafik. Shoferët me kujdes dhe pa aksidente do të shpërblehen me tarifa më të ulta sigurimi. AMF inkurajon qytetarët të informohen dhe të krahasojnë ofertat përpara sigurimit të makinave.